Të nderuar teleshikues, selamu aleikum. Mirë se vini në ciklin ton të emisioneve Familja. Ne jemi në vazhdën e trajtimit të pikave të cilat e ruajnë lumturinë familjare. Lumturia është një element shumë i domosdoshëm për mbarvajtjen e familjes. Si gjithmonë, bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirëserët. Mirëserët. Për të vazhduar me pyetjen konkrete, pra sa rëndësi ka dinjiteti i secilit antar në familje? Ruajtja e dinjitetit ose mbrojtja e dinjitetit është, le të themi, një nga objektivat ose, si më thon, synimet e fesë dhe besimit. Ne muslimanët themi se Islami ka 5 objektiva kryesore: ruajtja e fesë ose sigurimi i fesë dhe besimit, sigurimi i jetës, sigurimi i arsyes, sigurimi i pasurisë, i pronës, ose i të drejtës për të pasur, pra për të pasur pasuri dhe pronë, dhe sigurimi i pastërtisë së pemës gjenealogjike dhe sigurimi i dinjitetit njerëzor. Pra le të themi, janë 5 apo 6 objektiva me kasit të sheria. Kështu që trajtimi i tjetrit me dinjitet, respektimi i tjetrit është normë sheriatike në tërësi dhe vlen dhe për jetën bashkëtorë në veçanti. Pra, nëse mua feja mëson që tjetrin duhet ta trajtoj sa më dinjësisht, bashkëshortën edhe më shumë akoma. Pra, ne duhet të kemi respekt për njëri tjetrin, ne duhet të kemi vlerësim për njëri tjetrin, sepse është një jetë, është një familje, është një diçka që ne po e ngrejmë bashkë. Përderisa ne po e ngrejmë bashkë, patjetër që duhet të kemi dhe vlerësim maksimal për njëri tjetrin dhe marrjen konsiderat të dinjitetit të secilit prej nesh. Pra, nuk na lejohet neve në emër të afrimitetit të madh që kemi me njëri tjetrin të shkelim dinjitetin e njëri tjetrit. Pra, gjithë secili ka pozicionin e vet, gjithë secili ka atë rolin e vet, kështu që duhet trajtuar secili, domethënë, me vlerësim. Kjo është shumë e rëndësishme në jetën bashkëtorë. Pra, rritja e dinjitetit normalisht edhe midis çiftit, por edhe fëmia kur cënon dinjitetin, fjalë bie të bashkëshortes, nëse është fëmijë i rritur apo dhe jashtë familjes fare, pra. Absolutisht po. Ne duhet të jemi garantët. Pra, jo vetëm që duhet të jemi burim i mbrojtjes dhe i ruajtjes dinjitetit brenda nesh, po ne duhet të jemi dhe pastaj, siç e thatë edhe ju, edhe garantuesi i mbrojtjes së dinjitetit të bashkëshortit apo bashkëshortes kur ata nuk janë prezent apo kur janë prezent apo kur cënohen nga të tjerët. Absolutisht që po. Në fakt interesante tek ajeti, pra, që përmend Zoti, përmend fjalët mawadda wa rahme, pra dashuri dhe mëshirë. Sa ndikojnë dhe këto te kjo pjesë që po trajtojmë? Dashuria, domethënë, është diçka që Zoti jep dhuratë dhe lën mbas kësaj përgjegjës çiftin për të. Pra, Zoti jep këtë dhuratë, po le të themi edhe ata të dy kanë obligim që ta mbajnë, që ta ruajnë, që ta ushqejnë, sepse dashuria nuk është diçka që ndodh një herë dhe ruhet ashtu. Dashuria është diçka që duhet mbajtur gjithmonë, që duhet ushqyer gjithmonë, duhet treguar kujdes për të vazhdimisht. Detajet, domethënë, e bëjnë dashurinë që të forcohet më shumë, të lidhet më shumë, dhe po të shohësh jetën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, si më thënë, ka pas sa detaje shumë interesante që tregojnë, domethënë, mënyrën se si shprehet dashuria. Për shembull, le të themi, shihte nënën e besimtarëve ku e vendos ajo buzën në enë dhe e vendos edhe pejgamberi alayhisalatu wassalam. Lozte, vraponte, bonte gara me të, si më thënë, diçka që nuk e pëlqen, nuk donte ta përdorte, siç është historia e surës Tahrim. Domethënë, e tregonte dashurinë nëpërmjet veprës, le të themi, jetës së suksesshme të shtratit. E tregonte atë me puthje. Për shembull, thotë nëna besimtare, sa herë që dilte pejgamberi sa sem për në xhami na puthte. Domethënë, njëri që duhet jetë në rrugën e pejgamberit duhet jetë i tillë. Pra, ta mbash dashurinë, ta reflektosh dashurinë,
ta vësh, le të themi, në vepra dashurinë në jetën bashkëtorë është shumë e rëndësishme. Po kështu edhe dhimbshuria që do të thotë tolerimin ndaj gabimeve, sepse është normale që të ketë gabime. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka pse të mërzitet bashkëshorti i mirë besimtar nga bashkëshortja e tij, nëse sheh diçka që nuk shkon. Edhe bashkëshortja e mirë besimtar nga burri i saj besimtar, nëse sheh tek ai diçka që nuk shkon, pra duhet të jetë mëshira dhe dhimbshuria ajo që te kalon situatën. Për këtë arsye në ajetin kuranor Zoti kur e përmendi rolin e gruas apo rolin e burrit, tha si rroba juaj. Pra është diçka që ti nuk rrin dot pa të, nuk jeton dot pa të. Edhe kjo të bën të lidhur me të, që do të thotë në të mirë dhe në të keqe, kur shkojnë punët mirë, po edhe kur nuk shkojnë punët mirë. Domethënë, pse ne mund të jemi të mërzitur për diçka, nuk e heqim dot rrobën. Sepse me të ne domethënë mbrohemi dhe mbulojmë. Edhe kur kemi vap. Po. Kështu që edhe jeta bashkëtorë domethënë ka, edhe pse mund të ketë, le të themi, momente që ka gjëra që nuk shkojnë, duhet të jetë mëshira e cila e mbulon. Për këtë arsye thojshin, dashuria në jetën bashkëtorë si puna e shpirtit për trupin, dhe dhimbshuria ose mëshira në jetën bashkëtorë është si puna e sistemit imunitar për trupin e njeriu. Domethënë sa më e madhe të jetë dhimbshuria, aq më shumë anashkalohen gjërat, aq më fort bëhet përballja me këto gjërat e vogla që duan të na shkatrojnë jetën bashkëtorë. Fakt, në që jemi ke thënjet, ka dhe një shprehje shumë bukur që thotë, domethënë, të bëj ateisti poezi për krijimin, domethënë, është si të bëj poeti poezi për dashurinë pa qenë asnjëherë martuar, domethënë, është me që i përfshin të dyja sferat. Por sa rëndësishme është që të bësh gjërat që e bëjnë të lumtur bashkëshortën ose bashkëshortin, pra për të ruajtur lumturinë, le të themi. Ne duhet kemi parasysh se kur duam të fillojmë një punë, shohim se çfarë, domethënë, është më produktivja për këtë punë dhe çfarë është gjëja që dëmton këtë punë. Kur ne lidhim një kuror, pra kur lidhemi në një kuror, duhet dim se, për shembull, goca apo çuni kanë ca gjëra që i pëlqejnë më shumti, dhe ka ca gjëra që nuk i pëlqejnë. Ne tani në jetën tonë nuk duhet të jemi larg asaj që pëlqen dhe nuk duhet të jemi afër asaj që urren. Jo ta bëjmë të kundërtën. Domethënë, e dim që kjo i pëlqen, po se bëjmë kurrë, dhe e dim që këtë gjë e urren dhe e bëjmë vazhdimisht. Për provokim. Sikur po provokojmë situatën. Pra ne duhet të jemi tek pjesa e çfarë i pëlqen më shumë, atë ta bëjmë më shumë, dhe çfarë urren më shumë, sa të largohemi më shumë. Për këtë arsye tregohet se të parët tanë, sepse ne kur flasim për të parët tanë, po të fjalë për një periudhë kohore para 1400 vitesh, 1500 vitesh. Ka gjëra shumë interesante. Për shembull, martohet thotë lidh kuror një vajzë dhe një djalë. Si tani çfarë thotë? Thotë, ne tani më do të jemi bashkë në atë parë të martesës. Më trego çfarë urren që mos ta bëj kurrë. Më trego çfarë do më shumti që unë ta bëj vazhdimisht. Edhe ai thoshte për shembull 1 2 3. Po ti i thoshte ky, çfarë nuk pëlqen më shumti? Çfarë urren më shumti? 1 2 3. Çfarë ke qejf më shumti? 1 2 3. Pra, do të thonë një lloj solidariteti, një lloj kuptimi i vërtet për këtë kurorëzim, për ta ruajtur marrëdhënien. Po, s'ka më bukur. Një tjetër pikë që ndoshta e acaron, le të themi, i trazon yrat e çiftit dhe aq më tepër lumturisë, janë dhe sekretet. Pra ato gjëra që ne thamë që nuk duhen bërë dhe çfarë roli ka ruajtja e sekreteve në çift? Është përmend në një transmetim thotë dhe nuk i qit sekretet e familjes. Është përmend, domethënë gjë që tregon se nxjerrë, domethënë jeta bashkëtorë është prehje, është qetësi, është rehati. Unë kam gjetë ku të strehohem, unë kam gjetë ku të prehem. Pejgamberi sa më ndroi shpirt dhe koka e tij ishte në prehjen e kujt? Në prehjen e Aishës. Që do thotë bashkëshorti është si më thonë streha më e rëndësishme e njeriu. Bashkëshorti është streha më e rëndësishme e një bashkëshorteje. E si pasojë, njeriu do zbulojë gjëra, domethënë ose do të ketë disa gjëra në familje që janë shumë private. Këto gjëra nuk duhet dalin jashtë. Këto gjëra nuk duhet i dinë njerëzit, sepse zbulimi i këtyre gjërave në momentin më interesant të jetës mund të përdoren nga ai një që ja don të keqin familjes. Për këtë arsye dhe duhen ruajtur sekretet, për këtë arsye dhe duhen mbajtur sekretet shumë, domethënë
duhen ruajtur shumë sepse mund të përdoren, dhe mund të goditemi nëpërmjet tyre për suksesin tonë në jetë, për zhvillimin e jetës e kështu me radhë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, për këtë arsye është përmend në tekst dhe nuk nxjerr sekretet e familjes. As ke familja e saj, as ke nëna e saj, as ke shoqet e saj. Pra duhet të jenë disa gjëra që janë ekskluzive dhe, si më thon, gjëra të veçanta mes burrit edhe gruas që as madje domethënë për gjëra interesante që kam gjetë, thotë ka ndodhur që ishte ndarë një çift. Thot, po çfarë kishte? Tha, dëgjoj, sa e kisha grua, tha, nuk fola sepse nuk nxirrja dot ta sekretet. Po tani që nuk është më gruaja ime, nuk mundem, tha, sepse i bie ata që të shkel në dignitetin e njeriu tjetër. Pra, janë disa gjëra që njeriu domethënë duhet të ketë norma bazë në jetë, domethënë. Diskutohet. Sa ka të bëjë zgjedhja, ne folëm për mënyrën e trajtimit problemeve, por edhe zgjedhja e kohës. Pra, jo vetëm në momentin që po debaton, por ndoshta mund zgjidhë një kohë e dytë, kur çifti është pak më relaksuar, dhe e treta dhe vendi. Pra, dikush thot, shkojmë kafe, trajtojmë një muhabet, shkojmë për piknik se jemi më të relaksuar, pra sa ndikojnë këto lumturi familjare? Unë mendoj që gjitha duhen marrë në konsiderat. Pra edhe koha, dhe mënyra, dhe vendi, gjitha duhen marrë në konsiderat sepse kanë një efekt plus, domethënë. T'ja lesh kohës është gjë shumë e mirë. Të ndryshosh vendin është gjë shumë e mirë. Të përdorësh, le të themi, format, le të themi, më elastike në çmontimin e situatës së tensionuar është gjëja më e mirë. Pra ne gjitha këto duhet i marrim në konsiderat. Sa rëndësishme është të qenit njeriu i drejtë me veten. Pra le të themi kërkimi faljes, tërheqja kur e shef, le të themi vetë përmbajtja nga ajo inercia egoiste që jo unë kam drejtu se për shembull jam burri ose jam gruaja ose etj. Sa ka të bëjë kjo pra? Faktikisht kjo ka të bëjë edhe me besimin, se njëri besimtar duhet të pranojë gjërat. Pra, okay, ke gabuar vëlla. Thuaj, fal se ma ba Allah se kam gabuar, po kështu edhe gruaja, nëse ka gabuar, domethënë duhet të ketë guximin dhe duhet të ketë forcën të thotë burrit, më fal se gabimi është imi. Jo të vazhdoj, jo ta mbuloj. Ka njerëz që e kupton që është në të kotën, po vazhdon të argumentojë se ka të drejtë akoma, se faji është tek pala tjetër. Dhe ky është problem faktikisht. Kështu që ne duhet mësohemi që të themi më fal. Unë mendoj se është klasa e parë e trimërisë, që njeriu kur gabon thot më fal. Edhe pse jemi bashkëshor, pra edhe pse jemi në shtylla e familjes, le të themi, pse ne jemi, domethënë, krye familjar, kjo nuk do të thotë që ne nuk gabojmë dhe kjo nuk do të thotë që ne s'duhet të kërkojmë falje. Pra nuk justifikon gabimet tona fakti që ne jemi burrat apo ne jemi bashkëshortët. Kështu që në momentin që gabojmë duhet pranë. Unë mendoj se thënia më fal, që është shumë e vështirë thuhet nga bashkëshortët, unë mendoj se është ilaç shumë gjithë. Absolutisht po. Ndikon shumë sepse ti kupton që pala tjetër në fund fare kuptoi gabimin e vet. Te i zbut normalisht. Absolutisht po. Amortizon shumë. Një tjetër pikë interesante fjalëbia është harresa. Le të themi sa ka të bëj inventarizimi i gabimeve të tjetrit, domethënë. Harresa është bekim, kanë pas thënë të moshmit. Harresa është bekim, sepse njeriu po mos t'i harronte gjërat do të shmendej. Po në jetën bashkëshortore shejtani ta forcon memorien, që do të thotë bën mos t'i harrosh gjërat. Po e vërteta është që ne duhet ta ushqejmë harresën në gabimet e jetës bashkëshortore. Pra me kuptimin mundohemi që kur e falim një situatë ose kur e tejkalojmë një situatë, mos t'i rikthehemi më, mos ta përsërisim më, ta hedhim mas shpine, domethënë mos t'i rikthehemi të njëjtit muhabet gjithmonë, domethënë. Sidomos për çështje që mund të jenë trajtuara e mbyllur, po, absolutisht. Nuk ka arsye se të hapen. Ka ndodhur mua për shembull që kur kemi qenë seanca pajtimi, le të themi, përmendeshin gjëra që ishin mbyll, por jo po se nga që ma ka po është mbyll ajo gjë, nuk ka pse të ringjallim le të themi plagë të vjetra. Pra harresa është bekim, sidomos në jetën bashkëshortore. Për një jetë të lumtur bashkëshortore do të jesh një harraq i mirë. Arti i harresës. Arti i harresës. Si të harrojmë. Bukur. Le të themi konfundimi roleve. Pra kur ngatrohen rolet, le të themi burri shikon perfeksionin
dhe fillon kapet me çdo detaj tek pala tjetër, apo kur dhe bashortja bëhet, le të themi, jo arrogante, po do të bëhet rolin e të fortit ose rolin e është problem liderit shumë i madh. Allahu tha gjithë secili për jush ka pozicionin dhe rolin. Ola të tamannu ma faddala Allahu bi ba'dikum ala ba'd. Mos kërkoni ndryshimin e roleve apo do të thonë rri dhe i kënaq me atë që të ka fal Zoti si rol. Pra ti je mashkull, ti je burri, do të thonë ti duhet të jesh, do të thonë shumë më i vetëpërmbajtur dhe shumë më racional në analizë. Kështu që rri këtu, do të thonë, po kështu gruaja duhet të jetë në natyrën e vet, le të themi emocionale, më tolerante, më tej kaluese situatave. Nuk duhet të shohë gjërat me racionalitet, do të thonë me kuptimin të shohë gjërat pikë për pikë, do të thonë duhet të jetë tolerante shumë edhe do të japi përparësi pjesës emocionit. Arma më e fortë që ka një femër përballë burrit sa është emocioni. Kështu që ta shfrytëzoj këtë armë maksimum. Ndërsa burri duhet të jetë tolerant për sa i përket arsyes, pra me kuptimin të shohi pasojat përpara se të shohi domethënë situatën. Pra duhet të gjykoj gjërat me pasojë se sa të gjykoj gjërat për momentin. Dhe kjo do ta bëj, domethënë, shumë më pozitive situatën. Një tjetër pikë, ne folëm për mos paragjykimin, por tani vim tek një pikë tjetër, le të themi gjykimi i mirë, paragjykimi i mirë, pra arsyetimi. Arsyetimi, po. Si mund ta arsyetojmë dhe sa rol ka kjo, domethënë, tek lumturia në çift? E kemi si parim në Islam që për çdo gjë duhet të gjejmë arsyetim. Mendojmë për mirë për tjetrin. Po të mendojmë mirë për tjetrin. Tha, nëse dikush gabon, thuaj, mundohu të gjesh atij arsyen deri në 72. Po edhe nëse nuk e gjen 72, thuaj, po mirë do të ketë 73 që s'po e gjej dot. Pra ideja është që ne duhet të mendojmë mirë për njeriu. Jo gjithmonë kur gabohet do të thotë se ka patjetër një qëllim të keq. Ndonjëherë gabohet, ndoshta edhe me qëllimin e mirë, ndonjëherë gabohet sepse njeriu është harraq, sepse njeriu natyrën e tij është i gabueshëm. Sepse ndoshta qëllimi i tij ka qenë shumë mirë, po ja që ja futi kot, domethënë. Kjo duhet marrë në konsiderat shumë, sidomos në jetën bashkëtorë, domethënë të arsyetosh gabimin apo rrjedhjen e tjetrit në një gabim të caktuar. Pra arsyetimi, li'idhar, dhënia e shansit. Pra kur kuptohet që ne me të vërtet po arsyetojmë, anashkallimi duke dhënë edhe një shans të ri. Atëherë bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nërëtër shikues, ja pra kur rikthyer sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, në fakt epoka jonë karakterizohet nga epoka, le të themi, e kritikës, e ankesës, ose qeni qaraman, siç thuhet në zhargonin popullor. Sa ndikon kjo pjesë, pra të mos qeni qaraman për çdo gjë? Ndikon shumë, domethënë njeriu, domethënë duhet të jetë në rolin e të pjekurit. Dhe njeriu i pjekur do të thotë që nuk i mat gjërat me shpejtësi. Dhe domethënë duron kur ndodh diçka që ai domethënë nuk e pret dhe nuk është se gjithmonë sheh interesin e tij të shkojë deri në fund apo dëshira e tij të shkojë deri në fund. Kështu që të mos qeni qaraman është më e sakta. Pra, edhe burri nuk duhet të jetë qaraman, pra me kuptim për çdo gjë ankohet, asnjëherë s'është i kënaqur, asnjëherë si mbushet syni. Por zoti, mjafton që elhamdullah gruaja ka sjell fëmijë në jetë, mjafton që po bën le të themi ato detyra që duhet bëj gruaja, çfarë pret më. Po kështu edhe gruaja nuk duhet të jetë qaramane, pra përderisa burri elhamdullah po siguron jetën, po siguron domethënë çfarë nevojitet për familjen, përderisa burri po të përgjigjet në shtrat, çfarë kërkon më nga jeta, pra me kuptimin mos eskalo, mos kërkoj gjëra të cilat ndoshta nuk kanë dhe mundësinë e tij. Pra, mos je pa kënaqur, mos ja bëj ashtu siç tha pejgamberi selam, për i gabim ti hedhësh gjitha mirësitë e tij. Pra,
nuk e pëlqen Islami natyrën e qeramanit, nuk e pëlqen, nuk e don. Për këtë arsye Islami ka quajtur njerëzit o burra o gra. Nuk ka, domethënë, o do të jesh i pjekur, pra do të quhesh burr, e si pasojë nuk mund të jesh kështu kapesh për çdo gjë, o do të jesh grua, që do thotë e pjekur, që do thotë nuk kapesh për çdo gjë. Pra, njeriu, domethënë, duhet të jetë i kënaqur me të mirat që i ka dhënë Zoti, duhet të jetë i kënaqur me pikat kryesore dhe le të themi bazike që realizohet nga pala tjetër, pastaj e mira nuk ka fund, thot populli, vetëm se në xhenet, dhe e keqja s'ka fund vetëm se në xhenem. Që do të thotë, domethënë, njeriu s'knaqet asnjëherë, njeriu nuk domethënë është pamundur që njeriu, domethënë, njeriu nuk kënaqet edhe nga vetja e tij. Po kjo nuk do të thotë që të bëhet qeraman me veten e tij. Kështu që nuk do të më qenë njeriu, do të më qenë njeriu, domethënë, vlerësues. Pra, si mund të mos jemi qeraman duke qenë vlerësues, duke të rëndësinë, duke e parë atë të mirë të Zotit si një bekim. Në fakt ka dhe një ajet kuranor ku Zoti i Gjithësisë thotë, domethënë, ndoshta urreni tek ato diçka, por ka diçka tjetër që Allahu bën hajër të madh. Pra, është vlerësimi i të mirave, domethënë. Pra, ti nuk mund të presësh perfekcion, ti nuk mund të presësh gjithçka çfarë ti mund të mendosh nga bashkëshortja apo nga bashkëshorti. Atëherë kënaqem ato të mira sepse nuk ka njëri pa tmeta dhe pa gabime. Ndoshta ju urreni tek bashkëshortët apo bashkëshortet tuaj diçka, po Zoti ka lënë tek ato apo tek ata hajër të madh, mirësi të madhe. Një fushë tjetër. Nga njerë vetëm fakti që ke një grua të ndershme, o vëlla, është bekim i madh. Nga njerë vetëm fakti që burri është i ndershëm, jeton ndershëm, sjell halal në shtëpi, ky është një gjë e madhe, arritje e madhe. Domethënë, duhen parë gjërat, domethënë, në synin e vërtet se si i kanë vlerat dhe jo në imazheri, jo të hutohemi dhe të ngatrohemi me gjëra koti. Mëse saktë. Kjo vlen për të dyja palët, vlen si për burrin dhe për gruan. Dhe me që jemi ke le të themi vlerësimi dhe respekti. Pra se kështu e nisëm për dinjitetin, për respektin. A hyn tek respekti dhe respektimi i familjarëve, se ndoshta mund ta bëjnë të lumtur dhe Absolutisht po. Nuk ka burr që mos ndihet i lumtur dhe krenar me një grua që i nderon dhe i vlerëson prindrit e tij. Dhe nuk ka grua në botë që mos ndihet e lumtur dhe krenare për një burr që ditë të vlerësoj prindrit e saj. Domethënë, kjo gjë duhet të jetë patjetër, domethënë, ne shoqër Zot kemi traditë që përgjithësi burrat ose kemi edhe prindrit në familje, domethënë sidomos fëmijët e fundit, domethënë çunat e vegjël jetojnë edhe me prindrit e tyre, kjo është një privilegj plus, pra që gruaja duhet ta përdorë si armën më të fortë për të fituar kënaqësinë dhe lumturinë e burrit të saj dhe për ta mbajtur, le të themi, duke pas prindrit e burrit në shtëpi, gruaja ka një armë fort për të mbuluar të gjitha gabimet e veta dhe tmetat e veta, sepse duke fituar zemrën e tyre, ata pastaj vendosin veton bën aleancë fort. Po bën aleancë fort, domethënë. Po edhe nga krau tjetër, domethënë, burri i zgjuar ti përdor në kuptimin pozitiv. Ti bëj për vete prindrit e gruas dhe ky krijon aleancën tjetër, domethënë, edhe mendoj që shumë gjëra pastaj shuhen, fiken, nuk shifen, edhe merr jeta kuptim të plotë. Po krijon sa balancë, sa ekuilibra që. Po, sepse ne nganjëherë kërkojmë vlerësim për familjet tona, ndërkohë që nuk e japim vlerësimin e duhur për familjet e palës tjetër, domethënë. Atëherë ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Dhe me që jemi drejt fundit, si tha, ëmbëlsira është përfundta, çfarë roli ka edhe shtrati në lumturinë familjare? Shtrati është zemra e gjës. Njerëzit, domethënë, pavarësisht synimeve dhe objektivave të larta për të cilat martohen, që është kënaqësia e Zotit, lënia e njerëzve që adhurojnë Zotin, të jemi bashkë në xhenet, po edhe pjesa e shtratit është shumë e rëndësishme dhe ne gjithmonë, domethënë, ndoshta edhe në ligjërata më përpara i kemi kushtuar rëndësi, po unë do të mendoja që ose ta mbyllja me këtë që sjellja e mirë është shumë e rëndësishme. Pra dim të sillemi, dim të komunikojmë, dim edukata, duhet timit edukuar me njëri tjetrin, jo vetëm me njerëzit, jo vetëm
tek puna, jo vetëm për interesa le të themi financiare, po duhet jemi të edukuar edhe me njëri tjetrin, domethënë. Edukata është, mendoj që një nga armët më të forta e cila do të na ndihmojë për të qenë domethënë shumë lart, domethënë në jetën bashkëtorë, shumë mirë në jetën bashkëtorë. Edukata familjare diskutohet pastaj përsi edhe ke fëmijë. Jo, edhe edukata personale ndaj njëri tjetrit, domethënë mënyra se si flasim, mënyra se si komunikojmë, mënyra se si falenderojmë, mënyra se si themi të lutem, mënyra se si domethënë tregohemi, si më thon, gentil me njëri tjetrin, mënyra se si i ofrojmë një shërbim njëri tjetrit, sepse kjo do të lejë efekte shumë pozitive tek prindrit tanë, tek prindrit e palës tjetër, tek fëmijët tanë, tek njerëzit që na rrethojnë, shumë e rëndësishme kjo pjesë, pra pjesa e të edukuarit. Pasurit një stil komunikimi, le të themi, që e tërheq tjetrin dhe nuk e largon, domethënë, që qenë atraktiv. Bukur. Në fakt ishin disa pika që ne ruajtja e traditës, gjithashtu ndoshta le të themi, ruajtja e traditës, ruajtja e zakoneve që janë zakone që nuk bien ndesh me normat e fesë dhe besimit, edhe kjo ndikon shumë, domethënë që jeta bashkëtorë të jetë shumë e lumtur dhe të jetë shumë pozitive. Në suazën e këtyre pikave që ne kishim përgatitur pra në këto 9 cikle emisionesh për të pasur një çift lumtur dhe një familje të lumtur, pak a shumë ishin to pikat kryesore që na prekin dhe nuk e di ju si në përmbyllje çfarë mund të na sugjeroshit më shumë, qofshin le të themi këshilla fetare ose jo fetare për një marrëdhënie të lumtur në çift. Për ta mbyllur do të thoja që ti përmbajmë këtyre këshillave që kemi dhënë, se janë 4 emisione, nuk janë pak, por edhe të ruhemi nga gjërat të cilat mund të shkatrojnë jetën dhe lumturinë e një çifti që do të jetë cikli ose do të jetë emisioni i radhës. O gjinderuar, nuk më mbetet vetëm se t'ju falenderoj, si gjithmonë, në emër të publikut mrekullueshëm, edhe jeshim mrekullueshëm i cili na respekton, na dëgjon, sepse normalisht si t'jen publiku, normalisht do jenë ftuarit, do t'i përshtatemi. Dhe gjithashtu ju falenderoj dhe ju teleshikues nderuar për vëmendjen që na kushtuat. Deri emisioni i ardhshëm, asalamu alaikum.